drejtoresha Elizabeta Mataj, shefja e financës Valbona Duni dhe arktarja Paula Dana akuzohen se gjatë muajit prill dhe maj 2026 nuk kanë derdhur në degët e Shijakut dhe të Kryës rreth 69 milion lekë të reja, pra rreth 700 milion lekë të vjetra që ka qenë fondi destinuar për pensione dhe ndihma sociale. Mataj u vendos në arrest në Burg, ndërsa dy të tjerat në arrest shtëpie. Prokuroria madje ka thënë në hetimin se Mata rezultonte që ka frekuentuar dhe kazinot, ndoshta element që sipas tyre mund tregoj edhe motivin. Megjithatë sigurisht kjo është çështje në hetim edhe vetë drejtoresha dhe dy le të themi punonësit e tjera do ta kuptojnë që prezumohen të pafajshme, do të shohim se si do shkojë hetimi dhe gjykimi deri në fund. Tani çfarë kuptove në këtë histori? Doli dhe një video do që i merr ato parat me një çantë të zezë nga këto qeset e plerave, i themin, atë mbeturinave. Kuptova ti në artu tani. 700 milion lekë nuk derdhen për pensionistët dhe ndihma sociale. Unë kuptova domethënë që është rritur standardi. Nga 450 milion, 500 milion lekë që gjendeshin në tubin e aspirimit, vajtëm te 700 milion lekë që merrem në thas plerash. Pra, kanë rritur çik standardin dhe mënyrën e të vjedhurit. Nuk janë kështu të rëndomt fare totalisht. Është një ato vjedhje të rëndomta, spektakolare deri diku, po ta kuptosh, sepse ata të cilët do duhet ishin gardianët e parave të pensionistëve, të qytetarëve shqiptar, janë ata të cilët i vjedhin këto para. Dhe më keq se sa kaq, unë nuk e di domethënë. Uroj shumë që ky spaku të mos kalojë tek shpërdorimi i detyrës, sepse nuk e di pse më thot një mendje domethënë e keqe që kur ka kaq shumë lek në xhiro. Vjedhja e bankave ka një nen të rënd kodi penal. Atë që thua ti, çfarë them unë si unë di që dy akuzat janë shpërdorim detyrë dhe vjedhje duke shpërdoruar detyrën në bashkëpunim. Po para, këto janë dy akuza. Akuza shumë plera, nuk qëndrojnë në sindikat, ëh. Redi, po unë nuk e hodha kot. Jo, dakor. Se unë po them domethënë që këta e diun, ata mund të shkojnë edhe në vjedhje nga ku dëgjon. Në një gjë kështu të lehtë fare. Tani edhe një herë po them. Vjedhje thjesht. E shkuara, e afërt, e asaj çfarë ka prodhuar Spaku, duke e çuar në GKK, na ka treguar që të gjitha këto veprime të këtyre personave, të cilët jo vetëm kanë bërë korrupsion në mënyrë të frikshme, por pastaj mbrapa nuk janë dënuar, të paktën sipas asaj që thot kodi penal. Se unë nuk po them që t'i varen litar o burr. Po nëse kodi penal thotë që këta njerëz për korrupsion ti shkon nga 5 deri në 10 vite burg, kështu thuhet, ose për pastrimin e parave. Është kjo vepër, ti nuk mund të shkosh aty që dhe me gjykim të shkurtuar e ti thuash dënohet me 5 vite dhe pastaj kalon direkt në shërbim prove. Pra nuk ja lek tagër as gjykatës që ta bëjë një gjë të tillë. Sepse shërbimin e provës teorikisht mund ta japin gjykata. E kërkon direkt Spaku. Mos shkoj hiç sot. Hiç, mos shkoj mos bëj as i ditë burg. Kjo është historia që ndodh me gjykata shqiptare, me kërkesat që ndodh me prokuroria, kur vjen puna te këta njerëz të cilët e kanë bërë, le të themi, vjedhjen, e kanë kthyer në institucion. Po si arritën deri këtu avokat? Si duhet ta kuptojmë pak më shumë? Si arriti një administrat shtetërore e tillë, se ne kemi parë raste. Durrësi ka degraduar. Ta mbajmë serioze. Po ashtu pa mundur ta mbajmë. Jo, realisht sepse është shqetësuese se çfarë ka ndodhur. Mua më kujtohet edhe një nga raportimet që ka bërë ish kreu i SPAK Altin Dumani në kuvent që tha janë rritur rastet e korrupsionit në administrat kryesisht ato që lidhen me skelën e bazës në temp. Atëre, këtu duhet kuptojmë tani çfarë bën një administrat. Ku për bazë shikon që po mbrojtja është politike. O zotë, minimalisht mbrojtja është politike dhe e dyta më e rëndësishme afare, këta ka kuptuar që nuk do dënohen më burr. Dënohen minimalisht. Por nuk dënohet njëri këtu ma, e kuptoni domethënë që 5D-ja u kthye në një vepra qisharake për burr, incineratori u kthye në vepra qisharake më burr. Këtu ata që merren me korrupsion pasiv, po them jo aktiv, korrupsion pasiv, të cilët vjedhin zyrtar i lartë. Lejon ose merr para për shkak të tyre. Këtu ne çfarë bëjmë ore, më fal se kam kështu. Këtu neve bëjmë atë që u bë skandal dje dhe sot, dhe në skandal më të madh nuk e di më, ne e marrim gruan me fëmijë 7 muajsh dhe e çojmë në burg më. Ajo gruaja më që kishte denoncuar vjerrin
para 2 vitesh punë në familje dhe që vetë vjerri e kishte tërhequr denoncimin, kur zbriti në Rinas, ka shkuar sot në burgun e grave në Pogradec me gjithë fëmijën më. Kjo është skandal që ndodh me këtë vend. Ka përshtypjen 2 muaj burg duhet të vuan. Dhe 1 ditë më me qenë dur. Po cili është ai mendje e kthjellët në këtë vend, domethënë që do duhet të fuste një grua me 3 fëmijë të mitur, njërin me probleme autike, tjetrin 2 vjeç, tjetrin më pak se 1 vjeç, akoma me gji, ti e merr nga Rinasi dhe e çon në burgun e Pogradecit më. Po ku ndodh kjo më burr? Po si ndodhi për shembull? Kush e bëri këtë? Kush e bëri? Ore tani duhet të ne kam seriozisht se dua ta kuptojmë avokat. Lutem na 35 vjeçare futen në burg me 2 fëmijë të mitur. I ka vatur dhe djali tjetër do rrin burg. O zotëri, edhe një po të them. Ky vend duhet të mbaj rekordin e Guinnessit për paradoksalitetet që ndodhin në gjykata. Është çmendurim. Është çmenduri se si mund ta marrësh më dha të kishte vrarë më ajo grua, nuk shkon më me fëmijë gji në burg më. A jeni në Terezit kokës, a jeni duke bërë më. Dhe ti merresh me ato karavidhet e Lalierit që shkojnë domethënë bën një ditë burg dhe shkonin dhe dilin në Maldive dhe bënin selfie më, që vodhën gjithë bashkinë e Tiranës. Ky është spaku më. Ky është drejtësia shqiptare më. Për këtë po flisni. Sot një grua me një fëmijë të vogël në gji është në burg. Unë nuk e di se çfarë bën ministri i drejtësisë më burr. Unë nuk e di se çfarë bën presidenti i Republikës më. Ku çat bën më valla? Nuk e di. Si mundet të arrijë deri në këtë pikë? Dhe paradoksi më i madh që është amnistia penale më. Paradoksi më i madh që ndron në faktin sepse dhuna në familje këta agallarët kur e bën shmangur drejtësisë kjo. Jo. Nuk përfiton nga amnistia. Po çat lloj gjëje që kishte bërë Marama. Është që sharake më tush është problem. Si mund të futesh një grua me fëmijë në gjime të shohësh në burg. Ka si kuptim. Sidomos për vepra qesharake pa. Ore unë po të kisha qenë polici. Thirrjen i mendjes. Unë kisha qenë polici. Jo, polici s'ka çfarë të bëjë. Prokurori duhet merrte një kërkesë, do ta çonte në gjykat, gjete i zgjidhje për të. Ore mbrëm, polici i shërbimit të Rinas, kur të referonte faktin konkret, do duhet të kishte ngritur me një herë kishte thënë jo më mirë iki u nga puna, se sa të shkosh ti në burg. Ai policësh s'ka çfarë të bëjë, duhet ta bëjë prokurori i gatshëm, i ekzekutivit. Ore nuk lexohet ligji si matematik. Se ligji ka frymën njerëzore në radh parë, se nuk ka. Po mirë, nëse marrim Durrësin për vjedhje, ka një problem shumë të madh. Durrësi ka një degradim total për shkak dhe të një situate tjetër të mërshme të administratës, meqense i përmendëm. Në rasti i ASHK-s, e pam paracakosh se si krimi organizuar, grupet kriminale kishin marrë gjithë dosjet, gjithë sistemin online të ASHK-s dhe bënin ndryshimet nga shtëpitë e tyre, të sistemit të pasurive, kartelave të pasurive të zonës, të ASHK-s Durrës, një zonë e madhe. Po të hipotekës, po. Artan Lame, drejtuesi i prokurorisë, më fal, ka qenë i kadastrës, agjencisë shtetërore të kadastrës, i ndjeri Artan Lame. Doli dhe tha, kur ishte në detyrë, tha në Durrës është grisur regjistri themeltar i pronës. Ishte grisur regjistri fizik që dokumenton pronat e vjetra. Pra një absurditet gjigant dhe u detyrua pastaj mbas gjithë këtyre skandaleve, sidomos ti skandali i dytë ku ishte vjedhur e gjithë kartela elektronike pasurisë së Durrësit dhe pasurive të paluajshme, ishte vjedhur nga bandat kriminale të shkrije agjenci. Tani ç'a ndodh në një post ku merren pensione, sepse posta në thelb është bank, është institucion financiar. Ka pensione, bëhen pagesa, shërbime, gjitha. Gjoba, policie, këto socialet e tjera. Qarkullon miliarda gjatë gjithë ditës. Qarkullon miliarda, drejtoresha vetë të futet dhe të marri me qese plerash parat e institucionit. Se shpash një moment i bie dhe nga karrige, ajo qesja. Nuk e kupton dhe ajo se si funksionon dhe si duhet ti marri ato para dhe i merr me qese plerash dhe i nxjerr jashtë. Dhe këtu diskutimi që dëgjova që është më qesharakër sa herë ka hyrë në kazino. Kjo duhet na shqetësoj. Për çfarë na duhet nëse ku ka hyrë ajo? Këtu duhet edhe vetë zonja fa unë jam individ privat, domethënë kam jetë personale. Kjo të thua që ka hyrë në kazino, do thotë justifikosh që mos kërkosh më se ku janë parat, 700 milion lekë vjedhur.
Pra ti do të gjesh ku janë parat njërë, kush janë lidhjet e kësaj drejtoreshës, me kë ka folur, me gjithë institucione, ai institucion duhet shkrirë për mua, i gjithë. Momenti që drejtoresha bashkë me të tjerë vjedh, dhe ka marrë parat, ka futur duart aty ku e ka detyrë për ta ruajtur, që u tha këtu. Dhe atëherë ka mbaruar. Ka bërë audit i brendshëm, që po diskutoni më herët, që është gjetur sepse shkelja. nuk po paguheshin më pensionet, ka pas një arsye shumë të madhe. Jo, auditi i brendshëm S'ke që i bën asaj thoja. Po jo, po çfarë auditi i brendshëm? Po ti po ankosh, baba jo po ankosh se si erdhi pensioni. Po ju bllokuan gjithë qytetit se u bllokuan gjithë se nuk ishte më para. Ajo ka një fond përcaktuar se ne nuk është se kemi fond pa limit. Pra Durrësi ka X para për pension, për sociale etj dhe u blloku qyteti. Dhe kjo është situatë. Dhe kjo është përsëritur dhe po shkruan se institucioni Vlora nuk ka SHK-sot. E menaxhon, nuk e di, Tirana. Pra Durrësin e menaxhon Tirana, si ka mundësi? Ç'a ka ndodhur atje? Ka një problem shumë të madh atje. Durrës ka vaj kruj janë në Tiranë. Vlora është në Tiranë, është e shkrirë totalisht. Po, pra është kjo qendra e biznesit tu afërinës si kanë përshtypjen, apo është vendosur ku ka qenë më përpara. Pra, këtu kemi një paradoks total, nuk ka njerëz atje, janë të gjithë aq të kapur, të lidhur, sa nuk mund vendosësh një drejtor institucioni, sepse nëse vendos si drejtoresha postës, të vjet gjithë paratë e shtetit. Pra, jetojmë në situatë absurde. Në varësi të performancës, ndoshta në këto pikat e lorave të fatit, mund këshim pasur dhe ndryshim në përqindjen e pensionit, rritet apo ulet. Tani, meqense unë dalëm pak unë po kaloj tek ju, unë dalëm pak tek shpërdorimit e detyrës dhe vjetë duke shpërdoruar detyrën, ishte i moment që unë ju ndërpreva për kuptuar më shumë mbi administratën shtetërore. Tani dua të kuptoj si ja hedhin zyrtar të administratës kaq lehtë drejtësisë. Unë të sjell një rast freskët sot, Leonard Karaj, emërimi i Muçi Shaljanit, i cili mbeti viktim e një atentati në Rinas, dy zyrtarët e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, pra agjencia e cila mbikëqyr punën e policisë, e punësuan Muçi Shaljanin në kundërshtim me ligjin dhe ata janë Artiol Saliasi dhe Gzim Sala, u dënuan me nga 9 muaj burg si fillim, u ul në gjykim të shkurtuar, u pezulluan në një vit shërbim prove. Tani unë nuk e di se çfarë mund të kenë marrë, kanë marrë këta dy para, unë nuk do të akuz, kanë marrë këta para për ta emëruar aty, por kanë shkelur ligjin. Kanë shkelur ligjin, shpërdoruan detyrën dhe shkuan 9 muaj shërbim prove. Burg, si të dënuar jo. Kjo për mendimin tim përkthehet në dy fjali pastaj që mund të analizohen. Ose një urdhër nga lart, i cili pastaj nuk është hetuar nga ana e Spakut se nuk kanë dashur ta hetojnë, se varet se kush ka qenë lart, ose një pagesë nga poshtë. Dhe këtë pagesë nga poshtë, ta të Spakut je pranojnë, se s'është një çudi e madhe. Pra, njëra... Nuk e di, ka pas prokuroria Tiranës këtë, apo ka pasur, kam përshtypjen mos ka qenë në prokuroria Tiranës e timi, nuk e di nëse ka qenë në SPAK, kam përshtypjen. Për qenë korrekt, si vepër është e kap dhe shpërdorim detyrës e kap prokuroria posaçme, por mund ta ketë pas dhe prokuroria Tiranës. Pak rëndësi ka, unë po them prokurori. Pra, ose ka qenë një urdhër nga lart, pra, këta dy persona për shembull nuk e kanë bërë në kokën e tyre një emërim të tillë, e kanë dhënë direkt nga ministri apo nga drejtori, një gjë të tillë, dhe këta ustallarët e kanë pasur shumë problem pastaj prokurorit, ose kanë marrë para shumë e thjeshtë, janë korruptuar. Ose kanë marrë para dhe janë korruptuar, sikundër që ndodh rëndomtë. Po ta them edhe një herë. Prap shkelja e ligjit në këndvështrimin tim, pra kriteri i parë për të marrë një punonjës të AMP-s është që nuk duhet të jetë i dënuar më herë. S'duhet të kesh precedent. Kur e ke shkelur këtë, atëherë ti unë nuk besoj që kanë bërë vetëm këta dy punonjës. Tu duhet të ketë një zinxhir thua. Dikush e ka toleruar këtë pjesë. Pra këta dy janë ata që kanë firmosur. Po përmend emrin një ish ministri faktikisht që mund të ishte përdorur për çështje elektorale, nuk po sepse nuk po them se parë që thot Leonardi që dikush i fortë ka thënë këtë duhet ta merrni patjetër dhe këta kanë qenë firmat që e kanë detyruar të bëjnë punën. Dhe sot kompromisi është që kanë marrë shërbimin e provës. Kaq është historia? Kaq është historia. Të duket shumë paradoksale, po ta do rehabilitohen dhe mbas 2 vjetësh i ke prapë në policinë e shtetit. Punonjësit e policisë. Përfundoi shërbimin e provës, kalon disa kohë, pastrohet dëshmia e penalitetit. Po ta bëra herën e kaluar atë paradoksin e madh që ka thash, ose është paradoksi i kodit penal, ose është paradoksi i xhepit prokurorit.
Dhe unë nuk të them prokurori sepse janë palë në gjykatë dhe kinse do duhet domethënë që t'ja ul si thua autoritetin. Jo, s'është kështu. Ti e ke të parashikuar në kodin penal që armbajtja pa leje, pistolet ose biçak, po duhet. Është 5 me 7. Pra, 5 minimumi, 7 maksimumi. Pastrimi I parave është 5 me 10 ose 5 me 15 kur e ke në bashkëpunim me më shumë. Tani pyetja ime është, kjo e dyta e ka margin maksimal më të rëndë. Unë nuk njoh në gjithë këto vite, të më ndjejnë ata që më dëgjojnë, që të kem pasur një çështje apo ta kem dëgjuar nga kolegët e mi që të ketë pasur një çështje me një person që ka pasur armbajtje pa leje dhe mos ketë bërë minimalisht një 7-8 muaj të mirë, një vit dur, të paktën. Ndërkohë mund të jap raste pa fund të njerëzve të cilët nuk kanë bërë 1 minutë, jo një ditë, 1 minutë nuk e kanë parë derën e burgut, edhe pse janë akuzuar nga SPAK-u ose nga prokuroria për pastrim parash. Tani, ose është paradoksi I kodit penal që ndryshe lexon njëri, ndryshe lexon tjetri dhe hajta rishkruajnë kodin penal, ose ndryshe është paradoksi që është xhepi. Ajo pjesa që thash nga poshtë. Dhe kjo e dyta, në raste konkret, është më domethënëse, sepse kështu ndodh në këtë vend ose të rinderuar. Këtu drejtësia është për të vobektit, për ata që s'kan mundësi. I zhgryen, I futin brenda dhe I harrojnë aty brenda. Kurse për ata të cilët janë çik të kamur, kanë çik shoqëni, po janë njohin një deputet politike, po kanë njohin një kështu, ja? Për këta nuk ka në mënyrë absolute as edhe një ditë burg. 5 vite burg kërkuan për Fatime Kryemadhin, nuk kam as edhe një gjë me atë zonjë e nderuar qoftë për mua. Personalisht, as edhe një gjë nuk kam, por ti nuk mundesh të tallesh me mua. Ajo ishte në mosh, po ke tjerë që janë po ta mora si shembull normale. 5 vite I thua 5 vite burg. 5 vite burg dhe I thua dhe direkt, prandaj që thash, nuk ja le mundësinë as gjykatës që të thotë kalojnë në shërbim prove. E kërkon vetë SPAK-u. Thot 5 vite burg që do kalojnë në shërbim prove. Dhe 5 vjet kërkimi është ti njihen atributet të avokat. Ta marrë atributin direkt, mos ta marrë gjykata. Po ti jepte 5 e 1 muaj, nuk e kërkon të do të shërbim me provës, pra e kërkon 5 vjet dënim. Fikse. Po ti jepte pak më shumë, nuk ja lejon do të japësh minimale, no? Po do të japësh minimale. Pra do të jetë 9.5. Ka një çështje vërtet këtu, është ulëritse, fakti se si zyrtarët e administratës shtetërore janë të përfshirë në raste korrupsioni, vjedhje, shpërdorimi, detyrës dhe pjesa më e madhe e tyre arrin t'ia hedhin paq drejtësisë. Do të thotë, I kalojnë këto filtrat e gjykimit pa u ndëshkuar. Ose ai ndëshkimi është kështu I lehtë sa për të gërvishtur shumë pak. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë nga ajo çfarë ne kemi kuptuar në të gjithë këto vitet e fundit, rastet e korrupsionit në vendin tonë janë rritur dhe kjo thuhet zyrtarisht dhe nga prokuroria e posaçme SPAK në raportet e saj. Të paktën shkeljet e barazisë në tendra, që është një nga veprat që ka prekur zyrtar të vegjël, të mesëm, të lartë deri në radhë politikanësh, është kështu masive kjo. Kjo shive tek zyrtarët, shive tek ata të komisionit të vlerësimit të ofertave për tendrat e të tjera me radhë. Dhe çfarë do thotë kjo? Do thotë që nuk jeni në rrugën e duhur për të rikthyer në shina administratën dhe të kthehet në shërbim të qytetarëve shqiptar dhe të mos shkojnë të vidhen paratë e pensionistëve dhe atyre që kanë nevojë për ndihmë sociale për të blerë ilaçe apo dhe bukën e gojës, se nuk dihet se ku shkojnë paratë kur bien në duart e këtyre drejtuesve. Nuk e di domethënë se çfarë do duhet të themi më tepër për të bërë më tepër një lloj ndërgjegjësimi, qoftë në raport me administratën, qoftë dhe në raport me drejtsinë. Ramaj, për ta përmbyllur këtë pjesë ke ndonjë gjë për të thënë se unë kisha ndoshta dhe pak emocionale këtë, por është mesazh, ëh? Donë është krejt shqetësim normal, por duhet të themi edhe këto që prokuroria e posaçme ka një ngarkesë të jashtëzakonshme për sa I përket çështjeve të korrupsionit. Nuk mundet që prokuroria e posaçme në këndvështrimin tim dhe paketa e reformës drejtësisë e bërë gabim ose qëllimshme që dhe për vepra mbi 50.000 lekë të reja, që është vendosur minimumi në ligjin për korrupsionin që duhet ta mbajë prokuroria e posaçme, pra mbi 500.000 lekë vjetra, ta hetoj kjo prokurori dhe të presësh që ajo të japi vetëm burg,
ajo do japi dhe dënime alternative, jo vetëm prokuroria, po dhe gjykata, se gjykata në fund që vendos. Pra prokuroria posaçme mund t'japi çfarë do, ato që tha Leonardi, kërkon kushte të tjera, shërbim prove, por gjykata vendos në fund, dhe gjykata duhet të jetë në nivelin e lartë. Por nëse flasim, Shqipëria ka probleme shumë mëdha. Ne folëm më herët për probleme paras pisët, e cila vjen me miliona në Shqipëri. Dhe aty korrupsioni aty ndodh. Pra një zyrtar i cili korruptohet me miliona. Nëse flasim për 2.000 euro, për 5.000 euro, mbase korrupsioni thjesht në atë pikë është e pranueshme dhënia e një kushti apo një dënimi alternativ, nëse mund ta quajmë në këtë formë. Pra, prokuroria duhet kishte më pak ngarkesë të merrej me ato që janë çështje të mëdha, me Zvërnecin. Zvërneci është çështje e madhe. Një vjedhje e madhe në Shqipëri është diçka që i prek dhe dëmton buxhetin e shtetit. PSD-ja ishte çështje e madhe, duhet të ishte futur në një formë tjetër, duhet ishte qasur hetimin në një formë tjetër për të dalë pastaj edhe të dënimet që duhet ishte përgjigjur dhe gjykata në nivelin e duhur. Për atë rast, po dhe për shumë raste tjera të mëdha, për grupet kriminale tjera. Kur ti e ngarkon me çështje krejt vogla, të parëndësishme, pastaj do ketë manovra, do ketë probleme dhe presioni politik është shumë i madh. Ne kuptoj. Mirë, ndoshta unë me ç'kuptoj unë nga diskutimi më duket pak e vështirë, më duket pas zgjidhje. Nëse nuk ndryshohet kodi penal, nuk ndryshohen dhe njëherë se çfarë do duhet tetojnë prokuroritë e rrethave, të marrin dhe njëherë në kontroll çështjet caktuara që jo çdo gjë të shkojë. Do një studim, mos të bëhet me urgjencë, do një studim, do ta shikosh punën e prokurorisë posaçme, punën e prokurorive të rrethave. Prokuroritë e rrethave janë jashtë loje, për shembull, ne flasim spaku. Prandaj ky është problemi. Prokuroritë e rrethave janë jashtë çdo lloji normaliteti. Ato hetojnë vetëm çështje që tha Leonardi, ata që janë më të pambrojtur, njerëzit që janë qytetar thjesht, dhe pjesa tjetër pastaj shpëton jo vetëm me para, po edhe me lidhje politike dhe me fort. Kene i zyrtar shteti që e ka marrë një prokurori e rrethit si Pandero, asnjë. Kene i drejtor që e ka marrë një prokurori, asnjë. Është e ka pamundur. E qartë për çështjet të kompetencave.